Letra për gjykatës kushtetuese, po komentohet në të gjitha forma, do më thonë sikur kanë fitu ata ose opozita ose këta pozita. Mirë po, është mirë që e kemi një vendim edhe tash t'i këtë duhet në afru. Tash duhet me reflektu të gjithë. Kjo që kemi thonë edhe ma herët, kësaj situati ka humbur kuptimi. Tash ti nuk menojmë ma, nuk duhet me mendu partit politike që shpërfitojnë elektoralisht, po që shdali për ngërshti edhe duhet të mendu për vetë. Që shkemi e votu sot, si kur votëndosja ka votë ditër që ka procesu sërish në votëndosja, dhe gjykata ka thonë që duhet me marrë pjesë në votim. Që shkemi me vepru tash? Fatkesisht ata kanë marrë vota shumë, jenë shumicë. Nëse hynë qatë rrugën e delikuencë edhe kundërshtimit edhe të ngërshit që e kanë prodhu për i fillimi, nuk kemë që ka me bon. Na pos asaj vëlletit mirë, për me zgjellë një situatë, nuk kemë që a bojë dhe të gjohë. Besoj që du të reflektojnë gjithë. Kemë marrë pjesë në votim? Jo, nuk mundet me nga të të ru neve kur kush me votu qësh dënë, dikush tjetë. Qësh dënë ju, veç me marrë pjesë në votim, që kondër që të fënim? Na besoj që duhet të respektohet. Është moment kur duhet dali nga ngërshit.